por mbi kaosin e krijuar sot në kuvend, por padyshim dhe mbi paralajmërimin për revolta të opozitës dhe për autorizimin e SPAK që kërkon ndaj zëvendës kryeministrit Balluku, do të flasim kam politologun Ermal Asimi. Asimi, përshëndetje. Mirëdita, jeni mirë. Faleminderit që pranuat ftesën. Asimi, besoj keni ndjekur se çfarë ndodhi në kuvend, le të themi një karikim, le të themi nga ana e opozitës për protestën e së hënës? Po, paka shumë përdoja po përpiqet që të duket më tepër, të jetë më e ndjeshme, të ketë më tepër prezencë edhe në këtë lloj forme, edhe në këtë lloj mënyre. Pjesërisht është edhe efekti lëvizjes së Saljanit, megjithëse duket tani që disa nga gjërat që ai pati propozuar në fakt po realizohen në këtë moment. Por nga ana tjetër pastaj edhe për tek kësaj Saljanit, thotë që ka një nevojë të brendshme nga ana e Partisë Demokratike për të bërë më e zëshme, më agresive në thonjza, në mënyrë metaforike, për të marrë vëmendje dhe për të treguar shqiptarëve në një farë mënyrë që po bën luftën ose po përpiqet paktën të pri kësaj betejës kundër korrupsionit në Shqipëri. Pavarësisht se nuk është forca e vetme, kemi këto ditë ne kemi edhe paktën 3 protesta të tjera të organizuara për të njëjtën temë. Pikërisht për këtë. Pra, kemi një opozitë që të gjithë protestojnë, po protestojnë vetëm përballë një maxhorance që ka super numra në kuvend. Pra, të gjithë thonë kërkojmë rrëzimin e maxhorancës, por secili zgjedh ndonjë cep për të protestuar. Po e vërtet, këtë pjesën e Arlin Qorit e kuptoj, sepse për shkak të ideologjisë vetë, të ekstremizmit të majtë dhe projektit që ka, edhe asaj se si i konsideron në fakt pjesë të tjera të opozitës, nuk ka shumë kuptim që të bashkëpunojë me tjerët. Por nga ana tjetër, ajo që është e pa kuptim, është për shembull që të kemi edhe 3 protesta të tjera e PD-s, kemi këtë protestën e Agronshejait, Partisë Mundësia, kemi edhe të Adriatic Lapajt ndërkohë, pa fol pastaj edhe për një ftesë për një tjetër protestë që vjen nga individ nga shoqëria civile, dhe të gjitha këto të ndara nga njëra tjetra. Por paktën gjëja mirë është që po protestohet fundit, sepse ishim mësuar me atë situatën ku ose nuk protestoi fare, njerëzit dukeshin si të mpirë, ose nga ana tjetër pastaj protestat bëheshin si ajo foltoria e famshme e Partisë Demokratike me shumë pak njerëz aty. Kështu që duket që ka një lloj angazhimi. Do të ishte mirë që këto protesta mos bëhen, se edhe protestat në thelb nuk është se janë shumë të ngjashme, pavarësisht se duket sikur janë për të njëjtën gjë, por në fakt nuk janë. Protesta PD-s nuk është aq për mbrojtjen e sistemit drejtësisë, por është në radhë parë për të kërkuar dorëheqjen e Ramës, që s'ka për të ndodhur, dhe për të shfrytzuar për të marrë kapital politik nga skandalet e fundit që kanë ndodhur. Ndërkohë që në anën tjetër kemi atë të Lapajt edhe të Shejait pastaj, Partisë Mundësia, të cilat janë me natyrë pak më të ndryshme, sepse jo thjesht kërkojnë që qeveria të mbaj faturën, të paguaj faturën dhe koston e asaj se çfarë po ndodh me skandalet që po ndjekin njëra tjetrën, por mbi të gjitha edhe të mbrohet sistemi i drejtësisë. Ky është dallimi thelbësor midis protestës PD-s dhe protestës së këtyre dy tjerëve. Pavarësisht se edhe PD-ja e ka në një farë mënyrë këtë lloj teme. Ndërkohë, Berisha paralajmëroi do kemi revolt, tha, deri në grevë urie. Ju e përmendët pak që ky reagim i PD-s vjen dhe nga ajo që njihet ndryshe si lëvizja Saljani. Një kolegu jon kishte bërë në fakt një koment, e lexova shpejt dhe thoshte nuk protestohet për Ramën apo Ballukun, por për Saljanin. Në një farë mënyrë ka të drejtë ky kolegu juaj. Por thash pjesërisht, sepse besoj që edhe pa lëvizjen e Saljanit, PD-ja ishte në një situatë detyrimi për të reaguar. Se nuk besoj që mund të ketë në një rast tjetër, të paktën në Europë, ku opozita të ketë këtë lloj shansi që të ketë qeverinë më të korruptuar përpara dhe me drejtsinë që godet vazhdimisht, burgos, shpallë pandehur etj. Dhe PD-ja prapë nuk po arrin ta kapitalizojë këtë lloj situate. Kështu që mendoj që gjithsesi do ta bënte këtë gjë. Kjo e Saljanit ka shërbyer si një lloj nxitsi, përshpejtuesi i situatës, sepse pikërisht në fakt sapo filloi dhe lëvizja e Saljanit, pikërisht në atë njëjtin moment filloi të lëvizë dhe Partia Demokratike. Kështu që mendoj po ta shikosh me gjaktësi atë çfarë ka ndodhur, unë mendoj që Saljani ka bërë një nder shumë të madh PD-s. Ka nxitur
ka dhënë një kontribut shumë më të madh se sa mund të jepte thjesht brenda kryesisë aty me një fjalim ose me një diskutim që më shumë gjasa dhe e ka bërë, paktën kështu thot ai, dhe s'kemi arsye për të mos ta besuar. Po ka një problem që rrezikon përjashtimin, madje zoti Berisha thash vetë përjashtuar, tha me ato që bëri në Elbasan. Me vërtet, kjo është, besoj që Saljani e ka marrë parasysh këtë lloj reagimi të mundshëm, meqense ka qenë reagim që ka ndodhur edhe më herët në historinë, ka ndodhur shpesh në fakt në historinë e Partisë Demokratike, me skena që ne i kemi parë, janë nëpër arkiva sot. Por çështja është, ne që e shohim nga jashtë, nuk është se kemi mirakull kryesor patin e Saljanit ose të Berishës ose të Flamurnokës e të tjerëve. Shqetësimi jonë kryesor është çfarë do të bëjë opozita për ta çuar nivelin e përfaqësimit të kësaj pakënaqësie popullore deri tek përmbysja e qeverisë. Ky është shqetësimi kryesor. Saljani, Berisha kanë fatet e veta politike dhe i dalin zot vetes vet. Po, a e ka luksin opozita për shembull për përjashtime në një moment ku ju e përmendët që ka përballë një qeveri ku SPAK-u po ngre akuza, siç është në rastin konkret kërkon edhe arrestimin e zëvendës kryeministres, autorizim nga kuvendi. Patjetër. Por shikoni çfarë ka ndodhur. Në radhë parë, PD-ja sot është më aktive se sa më përpara. Ky është fakt. Dhe Saljani ka një kontribut të rëndësishëm këtu brenda. Që thash, e parë nga pikpamja e qytetarit, kjo është e rëndësishme. E dyta thash, Saljani dhe cili do tjetër që është aty brenda. Nëse konstaton që ka një problem të madh me Partinë Demokratike, me apatin në cilën gjendet dhe vështirësinë që ka për të bindur opinionin publik, atëherë është e qartë që dy gjëra do bësh, ose ti do vazhdosh, do qëndrosh, do bëhesh pjesë e dekorit aty brenda, ose do reagosh, qoftë për të ndryshuar partinë, qoftë pastaj për të nisur në një nismë tjetër politike, po nuk nëse e marrim si të mirëqen ato që thot Saljani, cili do nga ne po të ishte aty, do bënte logjikisht të njëjtën gjë. Asimja, do të bëj një pyetje. Ju e njihni mirë Partinë Demokratike. Keni qenë 2005-ën, te Kopi, mos gaboj në fillim, dhe njihni dhe Saljanin, e keni pasur student. Tani kjo parti është parti e Berishës apo parti e njerëzve të tjerë, le të themi aksionerëve të tjerë, e demokratëve? Partia nuk është vetëm e Berishës, patjetër që ai ka rolin kryesor aty, por Berisha nuk do të kishte rolin dhe pushtetin që ka, nëse nuk do të kishte edhe një grup njerëzish të cilët kanë investuar, të cilët kanë aksionet e tyre në figurën, personalitetin, në pushtetin e Berishës. Kështu që nuk është pushteti i njeriu të vetëm, dhe këtë e shikoni edhe në raport me situatën me Saljanin. E shikoni se si ka edhe njerëz të tjerë brenda Partisë Demokratike me pushtet, të cilët në fakt mbështesin jo thjesht Berishën, por edhe ato lloj refleksesh politike, ato lloj filozofie politike, kështu që Berisha patjetër që ka rol dominues, jashtëzakonisht të rëndësishëm në Partinë Demokratike, por gjithsesi është e qartë që Partia Demokratike do ekzistonte edhe pa Berishën. Dhe i pyetje të fundit. Duhet ta kishte shkarkuar apo duhet kishte dhënë dorëheqjen zëvendës kryeministrja, sa që SPAK-u detyruar të kërkojë autorizim për arrestimin e saj? Në një vend normal të Europës, në momentin që ti futesh në ato ingrenazhet e drejtësisë, futesh në shënjestrën e drejtësisë, gjëja më normale që mund bësh është t'japësh dorëheqjen vet. Nëse Balluku vet nuk e dha dorëheqjen, gjëja e dytë më normale do të ishte pastaj që Rama ta shkarkonte. Po besoj që duhet zgjedhur që në fillim me një dorëheqje nga ana e Ballukut. Sepse në fundit po ta shikosh me informacionet që ekzistonin që në atë kohë, dije se ku do shkonte ky lloj procesi. E vetmja gjë që po ndodh në rastin konkret është që tashmë Balluku është vënë në shënjestër jo thjesht të SPAK-ut, por edhe të opinionit publik, dhe përveç atyre akuzave që ekzistojnë për korrupsion, praktikisht janë shtuar edhe akuzat për papërgjegjshmëri për mosdhënien e dorëheqjes. Kështu që vetëm sa e ka rënduar në një farë mënyrë situatën e vet, domethënë humbet pikë jo thjesht nga pikpamja e sistemit drejtësisë, por me gjithë edhe përpara opinionit publik. Asimja, të falenderoj, ishe kënaqësi. Faleminderit.